publikisht që zonja Balluku dhe Berberi e kam përmendur ndër mesazhe që ai i gjati, se i gjati s'jam unë ati, as ti, unë jo. gjatësi, edhe unë jam në 2 metra, pra i gjati është i gjati. Dhe fakti që është përdorur emri kryeministit, kryeministri i Shqipërisë du t'i kërkojë llogari Ballukut pse ke vjedhur duke përdorur emrin tim. Ose kryeministri i Shqipërisë nuk i ngelet detyrë tjetër, vetëm të bëjë detyrën e avokatit, por le të shkojë si avokati, mos i bëj presion SPAK-ut dhe GKK-s. Se kryeministri i Shqipërisë në këtë sekuencë që ju transmetuat, kapet në flagrancë duke i bërë presion SPAK-ut dhe GKK-s. Sali Berisha çdo të hënë ke aty, Irena me 5 mbiemra, Altin, si i thot, Altin... Tani, absolutisht. Ai e hap librin. Unë këtu nuk jam avokati Berishës. Edhe Berisha... Jo, e kam fjallën do unë që... Të lutëm, zotri. Politika e ka goditur SPAK-un nga 2 anët. Unë kam thënë SPAK-u dhe GKK-ja janë në punë. Politika është në hall. Ata mund t'ja vënë 5.000 emra, 10.000 emra. Problemi qëndron që kryeministri i Shqipërisë nuk duhet ta ludoj, ose të na bëj krahasime, thot në asnjë vend të botës nuk pezullohet, thot zëvendës kryeministria. Po në asnjë vend të botës zëvendës kryeministria, ministri dhe çdo zyrtar i lartë, në momentin që i përmendet emri për korrupsion masiv ose për abuzim me detyrën, jep dorëheqje dhe vihet përpara drejtësisë. Ajo është marrëdhënie individuale që mund të bëjë. Cila? Kjo dorëheqje është marrëdhënie individuale. A je i bindur? Po. Kryeministri ka thënë përgjegjësia është individuale. Jo. Përmendë një paralele, the në vendet e botës, kur i del emri, dorëheqjen. Kjo është një marrëdhënie individuale saj. Ajo në këtë radhë nuk e ka dhënë dorëheqje. Nuk është individuale, është morale. Të lutem shumë. Po individuale morale, normal. Jo, morale, sepse këtu nuk bëhet fjalë për një person. Po nuk e ndjen ajo që duhet të japi dorëheqje në këtë rast. Nuk e ndjen edhe masi është marrë pandehur. Ndjen apo nuk janë ndjen? Derisa se ka dhënë se ndjen që është fajtore, nuk është. Atëherë SPAK-ut pezullon. Po nuk e pezullon dot, shiko, ka një gjë. Se nuk e pezullon? Po se pezullon dot se ka shkelur në territor tjetër. Në cilin territor? Territori kushtetues. Po ku është thënë, në cilin vend është thënë që gjykata dhe prokuroria... Po mirë, duro deri nesër, do ta shikosh nesër. Gjykata dhe prokuroria nuk mund të shkelin në territorin tjetër? Fare, sepse nuk është institucion i zgjedhur, i votuar, dhe nuk mund të marri masat të tjera represive që bjen ndesh me kushtetutën. Kushtetuta, një sekond i dritë. Ka një marrëdhënie, mos më ndërhyes, një sekond, po mirë ma një sekond, ka një marrëdhënie. Drejtori dhe RSH-s pse ka arrestuar SPAK-u? Sepse është funksionar publik. Po kjo çfarë? Sepse ky është funksion kushtetues. Cili është funksion kushtetues? Ministri. Cili është funksion kushtetues? Pjesë e kabinetit. Tani do të priti minutë. Të kujtohet kur u pezulluar drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, që është me mandat 4 vjeçar, kurse këta ndryshojnë gjatë rrugës. Kurse një drejtor policie ka mandatin fiks dhe shkarkohet vetëm kur bën shkelje të rënda dhe e pezulluar nga detyra drejtorit. Për këtë thë për Gledisin. Për Gledisin. Jo, thëm për atë tjetrin para Gledisit. E mban mend ti për kanë arrestuar guvernatorin e Bankës Shqipërisë për pajisjen Insekeqër që u kap në... Shiko, më duket... Shiko, ne po ecim gjithmonë në mendimin që... Struktura e posaçme sot mund të nxjerrë çdo lloj... Jo! Pse nga struktura e posaçme? Gjykata më vlla. Një sekond. Ore, se ka bërë struktura e posaçme. Ore, a kuptoni se çfarë precedenti tani? Ne po diskutojmë precedentin. Çfarë precedenti? Precedenti është nesër ngrihet një prokuror, i cili nuk është fare i zgjedhur nga populli. Ne kemi lënë ne të drejtë. Një sekondë, ke lënë ti se ke lënë ti. Edhe ja ka lënë kushtetuta. Atëherë po nuk ka të drejtë pa kërkuar. Po në Maqedoni që u arrestua prokuroria e përgjithshme? Po në Malzi? Prokuroria e përgjithshme është tjetër, shumë po nuk po flas për ministrin. Si që ka gjë tjetër, mo. Një